Sipas ish-ministrave demokrat arsimit, investimet për këtë sektor janë ulur, duke dëshmuar se edukimi nuk është prioritet për qeverinë Rama. Deputeti demokrat Genc Pollo deklaroi se premtimi i kryeministrit Rama ishte rritja e buxhetit të arsimit në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, por në fakt nga viti në vit, buxheti për arsimin njeh vetëm ulje. Buxheti i dytë i qeverisë Rama uli arsimin në 2.62% të prodhimit të brendshëm bruto, apo 8.3% të shpenzimeve buxhetore, dhe qindra milion lek më pak në vlerë absolute. Është besoj treguesi më i mirë i gënjeshtrës. Natyrisht, rënja e buxhetit për arsimin tregon fare qartë që për këtë qeveri arsimi nuk është prioritet. Është një rënje theksuar e buxhetit e cila do ketë ndikime shumë të forta dhe afatgjatë në zhvillimin tërësor në shkollimin e të rinjve dhe në zhvillimin e gjithanshëm të vendit tonë. Në buxhet nuk parashikohet asnjë rritje për pagën e pedagogëve, ka qenë një nga shqetësimet kryesore, pagat kanë ngrirë, janë rritur diku para 10 vitesh. Mos investimi në arsim është një mungesë investimi për të ardhmen e vendit, theksuan deputetët demokrat, të cilët i bën thirrje studentëve që ashtu siç bën bashkëmoshatarët e tyre të gjeologji minierave, të protestojnë për të kundërshtuar këtë padrejtësi.